Zoran Stevanović, udhëheqësi i Partisë kundër stabilishmentit Resni Pikca, vërtetësia, u zgjodh kryetari i Asamblesë Kombëtare Slovene më 10 prill me votim të fshehtë me mbështetjen e partisë së tij, Partisë Demokratike Slovene, SDS dhe Slovenisë së Re, NSI. Fituesi i zgjedhjeve, Lëvizja e Lirisë Robert Golob, e përshkroi rezultatin si një shembull të korrupsionit politik, duke sugjeruar se SDS i ofroi Stevanovićit postin në këmbim të votave të nevojshme për të formuar qeverinë. Kjo lëvizje duhet kuptuar kryesisht si një manovër taktike politike. Pas zgjedhjeve parlamentare të 22 marsit, as qendra e majtë dhe as qendra e djathtë nuk siguruan dot shumicën. Partia Lëvizja e Lirisë e Golobit mbeti partia më e madhe para SDS-s me vetëm një deputet më shumë. Që qendra e djathtë të formojë qeverinë, i nevojitet mbështetje shtesë parlamentare, duke përfshirë potencialisht votat e deputetëve të partisë. Vërtetësia, ngritja e Stevanovićit në krye të parlamentit i lejon SDS-s dhe NSI-s që sigurojnë mbështetje informale nga vërtetësia, pa e përfshirë zyrtarisht atë në koalicionin qeverisës. Është e rëndësishme të bëhet dallimi mes deklaratave politike dhe realizueshmërisë së tyre faktike. Thirrjet e Stevanovićit për referendum shërbejnë kryesisht për funksion komunikues dhe përshtaten brenda një strategjie më të gjerë të mobilizimit të votuesve kundër sistemit. Ai vetë thekson se veprimet e tij udhëhiqen nga interesi kombëtar i Slovenisë dhe hedh poshtë etiketimin si pro-rus. Ndaj raportet për një vizitë të mundshme në Moskë mund të shihen si një përpjekje për të forcuar profilin e tij politik, sesa si treguesi ndonjë ndryshimi substancial në drejtimin e politikës së jashtme të Slovenisë, por që nga zgjedhja e tij, Stevanović ka tërhequr vëmendje të konsiderueshme mediatike, duke njoftuar planet për një referendum mbi tërheqjen e Slovenisë nga NATO, me argumentin se partia e tij ja kishte bërë këtë premtim elektoratit të saj. Është interesant fakti se mediat shtetërore ruse kanë bërë gjerësisht jeon këtyre deklaratave, ndërsa kryetari i Dumës ruse, Iva Sheslav Volodin, e përgëzoi publikisht Stevanovićin për emrimin e tij. Megjithatë, aritmetika parlamentare bën një referendum të tillë shumë të vështirë, sepse partia Vërtetësia ka vetëm 5 nga 90 deputetët e parlamentit sloven. Së bashku me të majtën e vetmja parti tjetër slovene me qëndrim kundër NATO-s, ata kontrollojnë gjithsej rreth 10 vende. Mbajtja e një referendumi për antarësimin në NATO kërkon mbështetjen e të paktën 30 deputetëve, një prag që asnjëra parti, madje as të kombinuara bashk, nuk mund të arrijnë realisht. Ndërkohë, të dyja blloqet kryesore politike, qendra e djathtë dhe qendra e majtë, mbeten parimisht pro-NATO. Përtej dinamikave parlamentare, vlen të analizohet edhe një dimension etnik. Stevanović nuk është etnikisht sloven, por një serb i lindur në Sloveni, gjë që mund të formësojë deri diku qëndrimin e tij ndaj NATO-s, Rusisë dhe EB-s, veçanërisht në kontekstin e ndikimit rus në rajon. Komunitetet me origjinë nga ish-shtetet jugoslave përbëjnë përafërsisht 13% të popullsisë së Slovenisë, duke përfshirë një numër të konsiderueshëm serbësh. Megjithatë, që nga viti 2002 Slovenia nuk e ka përfshirë kombësinë në censusin e saj, duke i bërë më të vështira vlerësimet e sakta. Sidoqoftë, kjo shifër sugjeron një hapësirë potenciale për ndikim që mund të shfrytëzohet nga fushatat e dezinformimit. Në terma praktik, çdo qeveri që do të dalë nga negociatat aktuale do të mbetet domosdoshmërisht pro-NATO, ndërsa retorika e Stevanovićit prodhon tituj lajmesh dhe ofron material të gatshëm për operacionet ruse të informacionit. Kufizimet strukturore të parlamentit sloven e bëjnë një referendum për antarësimin në NATO praktikisht të pamundur në kushtet aktuale. Në të njëjtën kohë, nuk duhen anashkaluar faktorët demografik, pasi ata mund të rrisin ndjeshmërinë e segmenteve të caktuara të shoqërisë ndaj narrativave kundër NATO-s. Po ashtu, duhet patur parasysh se çdo tërheqje nga NATO do të ishte një proces afatgjatë dhe me kosto të lartë politike. Në praktik, asnjë shtet antar nuk ka ndjekur rrugën e largimit nga aleanca, gjë që nënvizon rëndësinë e saj të vazhdueshme për arkitekturën e sigurisë së perëndimit. Në rastin e Slovenisë, një lëvizje e tillë ka të ngjarë të thellonte ndarjet e brendshme politike, shkruan Defense 24. Për më tepër, partia e Stevanovićit ban vetëm një pjesë të vogël të ulësve në parlament, ndërsa forcat kryesore politike mbeten të palëkundura pro-NATO-s, duke përforcuar orientimin strategjik aktual të vendit. Në këtë kontekst, situata duhet parë kryesisht si e nxitur nga politika dhe mediat, por edhe në prapaske nga Kremlini, sesa si një sfidë e vërtetë për antarësimin e Slovenisë në NATO.